si të pamposhtur për orë të tëra, dhëm për dhëm me regjimin, u përballën me ujin e helmuar, gazin lotësjelës, shkopit dhe plumat e gomës, por triumfuan. Por që ne jemi shpresë e vetme për Shqipërinë, u bë akoma më e qartë si drita e diellit të nesërmen e protestës tonë të kaluar. Një protestë e thirrur nga njerëz të nderuar, nga shoqëria civile, në mbrojtje të interesave të qytetarëve shqiptar kundrejt rritjes së madhe të çmimit të naftës, kundër taksës grabitqare të Edi Rams në litrin e naftës. Në orën e thirrur u paraqitën vetëm 10 qytetarë. Absolutisht çdo shqiptar, pavarësisht nga bindjet e tij, është prekur nga rritja e çmimit të naftës. Po pse nuk pati pjesëmarrje në një protestë të thirrur nga shoqëria civile? A ka pak kënaqësi midis shqiptarëve? Po, ka pak kënaqësi dhe të madhe shumë. A janë çmimet e naftës në Shqipëri më të lartat në Europë? Po, ato janë ndër më të lartat në Europë dhe në botë. A janë rrogat e qytetarëve shqiptar më të ultat në rajon? Po, ato janë sot rroga dhe pensione më të ulta në rajonin tonë. A është taksa e Ramës mbi litrin e naftës në Shqipëri taksa më e lartë në botë? Po, dhe këtë askush nuk e don, por askush nuk e mohon. Atëherë përgjigja është ajo që opozita e ka ngritur në mënyrë të përsëritur vitet e fundit, dhe që banalistët, kriptoramistët e fshehin nga ju, e fshehin nga shqiptarët.